Më tregoni në komente si çuni ju ndryshe kulumëria të buta apo Heidelbeere siç i themi këtu në Gjermani. Për ndryshe nuk di të ketë ndonjë emër tjetër, nëse e din dikush nga ju më shkruani në komente, pra është një ëmbëlsirë shumë e lehtë, e shishme dhe verore, pra përbërësit javë kam shkruar në ekran, mirë po ju tregoj afërsisht edhe kështu. Vezët i rohi me pakës kukra krip, më pas shtojmë sheqerin. Po ashtu shtojmë 14 lugë miell, 1 gotë qumësht, gjysmë gotë vaj, 8 lugë të gjellës sheqer dhe 1 pluhur përpjekje. Pra e përzijem më pas me lugë dore, pasi ti kemi rrohur vezët, dhe i hedhim edhe përbërësit tjerë si që ceka edhe më parë. Temperaturë e pjekim në 200 gradë për 45 minuta, më pas e lini pak të ftohet dhe e sheqerosni kështu mirë, po mund ta lini edhe pa asgjë. Unë e vendosa në këtë mënyrë. Unë shpresoj që ju po kënaqeni me recetat e mia e mos harroni të më ndiqni edhe në YouTube, po ashtu në Instagram dhe këtu në TikTok. Nga unë mirëmbëjtshi.